Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në orët e para të mëngjesit për të përmbyllur një ditë më herët, për të nisur një ditë më të bukur. Ka qenë një ditë jashtëzakonisht pozitive, ka qenë një ditë me shumë surpriza, me shumë të papritura. Kemi komentuar gjatë gjithë kohës në fakt ditëlindjen e Mateos edhe të Brikenës, që çifti përzjodhi që të argëtohet, ta shijojë momentin, të kënaqet, ta jetojë çastin, por në anën tjetër, një surprizë e papritur ndodhi nga Selina dhe Gimbo për publikun e tyre, por për të gjithë publikun shqiptar. Në fakt që nga dalja nga shtëpia e Big Brotherit, Selina dhe Gimbo, apo qoftë thënë marrëdhënia e tyre, ka qenë në qendër të vëmendjes. Të gjithë dëshironim të dimë se ku është çifti, çfarë bëhet me çiftin, a janë të lumtur, a nuk janë të lumtur, a ka takuar vjerën, a s'ka takuar vjerën, a ka takuar kunatat, a ka qenë në shtëpitë e Gimbo, a ka qenë Gimbo tek Selin, etj, etj, etj. Domethënë kanë qenë këto pyetjet më të shumta që janë bërë kundër drejt nesh. Ka patur tematika të ndryshme, ka patur emisione të ndryshme, edhe ku e kanë nxjerrë Gimbon dhe Selinën të ndarë me njëri tjetrin. Por unë në të gjitha video që kam bërë kushtuar këtij çifti, për ato të cilët më ndjekin non stop, e din shumë bukur që kam thënë që Gimbo dhe Selin fillimisht njëherë janë pozicionuar dhe janë fokusuar tek suksesi i tyre, tek arti që ato do të sjellin në skenë, sepse në të dyja profesionet puna që bëjnë është një art më vete, edhe më pas me patjetër që do t'i japin kohën e duhur njëri tjetrit, do t'i japin vëmendjen e duhur dhe ndoshta Selina do të ndjek Gimbon në rrugtimet e tij artistike, nëpër diskotekat ku ai do të performojë, nëpër mbrëmjet që Gimbo do të jetë. Ka patur nga ato që dolën nëpër media dhe thanë që Selina dhe Gimbo janë ndarë, që marrëdhënia e tyre nuk është marrëdhënie reale, është marrëdhënie fake, por unë gjithmonë kam thënë që tek Selina dhe tek Gimbo kam parë një kimi jashtëzakonisht interesante, ku të dy, në këtë rast, domethënë si Selina, si Gimbo, e kanë atë natyrën energjike, dinamike, pozitive që të lë të mendosh se sa shumë ngjajnë këto të dy, sikur Zoti i ka lindur për njëri tjetrin. Domethënë e kanë këtë energjinë e bukur dhe kjo energjia i ka shoqëruar gjatë gjithë kohës. Selina sonte kishte shkuar në shtëpi tek vjera e saj. Domethënë Gimbo e ka marrë Selinën në Prishtinë, pas gjithë punëve që Selina tashmë i ka mbyllur, sepse dini shumë bukur që ka bërë një video e cila do të jetë video reklam, me sa unë kam arritur të marr informacione, domethënë bëhet fjalë për një reklam aksesorësh me shumë vlerë. Selina pas gjithë këtij rrugtimi dhe kësaj rutine të lodhshme, sepse ka xhiruar nëpër destinacione të ndryshme, një pjesë të asaj e ka xhiruar në mal, një pjesë në studio brenda, domethënë punoheshte me një ekip të fortë. Në anën tjetër Gimbo punoi fort me gjestin dhe do të sjellin një numër të madh të këngëve, nuk do të jetë 1 dhe 2, po përflitet që do të jenë 5 këngë, në fakt një temë që do ta trajtojmë ditën e nesërme. Selina dhe Gimbo vendosën që pikërisht më datën 30 prill, apo thënë në datën 1 maj, festën e 1 majit, siç duket ta kalojnë pranë familjes së Gimbos dhe të takon Selina për herë të dytë në këtë rast vjerën e saj, nënën e Gimbos, dhe për herë të parë me patjetër motrat e Gimbos. E pash që vjera, nëna e Gimbos, duket edhe në fotografi, domethënë Gimbo me shumë krenari e kishte nxjerrë nënën dhe gruan në story, të kapur për qafe të dyja, duke që Gimbo shumë i lumtur që ka arritur ta përmbyllën këtë misionin e tij, domethënë me Selinën e dashur, por edhe Selinën e pash të përmbushur, por pak edhe të turpshme, me thënë të drejtën e pash, në familjen e Gimbos. Normalisht nuk është e lehtë të shkosh për herë të parë dhe të takosh
tregosh vjerën. Nënën e Gimbos e pash pozitive, ashtu siç në fakt u tregua edhe brenda shtëpisë Big Brotherit, ashtu edhe siç e priti me shumë dashuri Selinën, me lule, me dhurata të bukura, me mesazhe të bukura që kishte çuar nga motrat të Gimbos, por këtë dashurinë e sinqert nga ajo grua shumë paqësore, unë sot e ndjeva në këtë fotografi. Do të thënë familja e Gimbos e ka pritur me shumë dashuri Selinën. Tani këtu lidhet edhe një gjë tjetër. Mbani mend kur zonja Yasemin, nëna e Selinës, hyri në Big Brother, ajo tha që ke të fala nga familja e Gimbos dhe ne gjërat i kemi shumë në rregull jashtë. Do të thënë familjet, siç duket, janë takuar para se Selina të dilte nga shtëpia e Big Brotherit, gjë që në fakt te Gimbo ka qenë e qartë dhe e bindur për të gjithë ato që akoma vazhdojnë, domethënë, të hedhin hipoteza të ndryshme për dashurinë e Gimbos dhe Selin. Unë shoh një Gimbo të dashuruar, shoh një Gimbo i cili ka krijuar një pasion, ka krijuar një emocion tek Selina dhe këtë po e ushtron çdo ditë. Domethënë shoh një Gimbo që vërtet është i lumtur edhe krenar që ka në krah një vajzë si Selina, sepse unë Selinën e kam vlerësuar gjithmonë dhe është vajzë për ta vlerësuar. Ka zgjuarsi, ka intelekt, ka oratori, ka shkathësinë që të merr role të rëndësishme në jetën e saj, edhe pse është 23 vjeç për të siguruar jetën bukur, domethënë është shembulli i vajzës që duhet ndjekur. Dhe nga ana tjetër e pash edhe Selinën të lumtur, pak të ndrojtur në fakt e kam parë në fotografi, por e kënaqur që kishte vizituar familjen e Gimbos, tashmë familjen e saj. Unë fillimisht një herë uroj me zemër që kjo dashuri të vazhdoj sa të jetë jeta e tyre, të jetë një dashuri që të trashëgojnë fëmijë, dhuratën më të bukur që Zoti ta jep, le të jenë shembuj të bukur të cilët të dolën nga formati Big Brother, le t'i tregojmë popullit që Big Brotheri nuk nxjerr vetëm personazhe që grinen, që bërtasin, që u lërasin brenda shtëpisë, po nxjerr edhe çifte që vërtet dashurohen, besojnë në dashurinë e tyre, besojnë në emocionet e tyre dhe jam i bindur që të dy do t'jenë shumë special tek publiku shqiptar. Tani Selina tha që Gimbo do të sjellën diçka me DJ Onon, por un kam informacione që Gimbo dhe Selin do të sjellin projektin e tyre, një projekt që do të mbajë mbërthyer publikun për ekrani. Domethënë do të jetë një projekt jashtëzakonisht i veçantë. Por tani le ta shijon nusja tashmë momentin e saj, le të kënaqet, le të argëtohet në familjen të cilën Zoti tashmë po ja jep. Uroj me zemër që të mirat t'u shkojnë gjithmonë, bekimet t'u shkojnë gjithmonë, sepse nuk dyshoj në kulturën e Selinës që do të jetë e mrekullueshme në raport me familjarët e Gimbos. Domethënë, ajo ka treguar kulturë edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, ka qenë ajo goca që ka mësuar Gimbon në të gjitha format, domethënë, e ka këshilluar në një farë mënyrë Gimbon, dhe nga ana tjetër, domethënë, e shoh edhe Gimbon që është i bindur dhe i qartë në mendjen e tij se çfarë rrugtimi do të bëj me gocën të cilën e do shumë edhe e ka në krah. Unë mendoj për facat e Gimbos edhe të Selinës ishte dhurata më e bukur, fotografia që morën pikërisht më datën 30 prill.